Të gjithë ne kemi qenë dëshmitar të sfidave me të cilat është ballafaquar Këshilli në këto vitet e fundit, me theks të veçantë në këto 6 muajt e fundit, e që kanë cenuar pavarësinë, besueshmërinë tonë, që janë parime themelore kushtetuese të funksionimit të sistemit prokurial. Rreziku për cenimin e parimeve kryesore, në bazë të cilat funksionon Këshilli, ka qenë dhe vazhdon të jetë shumë i madh. Andaj fokusi im do të jetë gjithmonë në mbrojtje dhe interes të sistemit prokurial, e asnjëherë nuk do të drejtohet ka palë të ndryshme të interesit, qofshin ato individuale, institucionale apo dhe rajonale. Në këtë drejtim, në krye të Këshillit dhe së bashku me Këshillin, do të angazhohem që në mënyrë të vazhdueshme të punojmë për ruajtjen e pavarësisë sonë, duke shmangur çdo tendencë për ndërhyrje dhe duke fuqizuar aspektin siguros për mos ndërhyrje nga jashtë. Një ndër parimet tjera kyçe të funksionimit të sistemit prokurial është profesionalizmi i prokurorëve dhe administratës si një nevojë e vazhdueshme për të mundësuar procese dhe punë sa më cilësore. Andaj në bashkëpunim me njësitë relevante dhe partnerët që mbështesin sistemin prokurial, do të angazhohemi që të fuqizojmë aspektin profesional dhe zhvillimin e karrierës së prokurorëve dhe stafit profesional. Së bashku do të punojmë në avancimin e më të tjeshëm të përgjegjësisë institucionale, duke filluar nga vetë ne anëtarët e Këshillit dhe nga të gjithë strukturat e sistemit prokurial, që puna jonë të jetë e bazuar në standarde të larta të ndershmërisë, integritetit, profesionalizmit, panshmërisë dhe transparencës. Sa i përket integritetit, llogaridhënies dhe etikës, besimi në sistemin prokurial është thelbësor për të pasur një shoqëri të rregullë dhe demokratike, përfshirë edhe prokurorët e pavarur. Andaj, llogaridhënia arritur përmes kontrollit dhe balancimit që është parim themelor i qeverisjes i garantuar në kushtetut, përcakton që Këshilli të jetë kujdestari këtyre parimeve. Sfidë mjaft e madhe ka qenë edhe fillimi i zbatimit të plotësim ndryshimit të ligjit për Këshillin. Prokurorët të Këshillit prokurial, i cili përfundimisht kaloi të gjitha filtrat, jo vetëm të gjykatës kushtetuese, po edhe të Komisionit të Venecias, i cili vuri në pa divergjencat që ekzistonin brenda vetë Këshillit, por si rezultat i vendosmërisë, integritetit të lartë që patën prokurorët dhe prokurorët e shtetit, reforma nisi dhe ajo tani më po jetësohet çdo ditë më shumë me transformimin nga përbërja vjetër në përbërjen e re të Këshillit Prokurial të Kosovës, që ka filluar së jetësuar nga janari i këtij viti. Për herë të parë, përbërja e Këshillit do të jetë e balancuar me 4 anëtar prokuror dhe 3 anëtar jo prokuror, duke reflektuar kështu një qasje gjithëpërfshirëse dhe në përputhje me standardet bashkëkohore të qeverisjes së sistemit prokurial. Ky rikonfigurim përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt forcimit të transparencës, profesionalizmit dhe besimit publik në institucion. Gjatë këtyre viteve është punuar në avancimin e sistemeve të disiplinimit dhe vlerësimit të performancës së prokurorëve, por ka pasur edhe zhvillime të shumta dhe angazhime të jashtme që kanë sulmuar sistemin tonë dhe prokurorët tanë, pikërisht në aspektin e etikës dhe integritetit. Andaj së bashku duhet të angazhohemi edhe më tepër që përmes avancimit të mekanizmave tanë të kontrollit të ngrisim cilësinë e veprimtarisë tonë.